Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton gjendjen skandaloze të rrugës nacionale Burrel-Rëshen, konkretisht në fshtatin Zenish të Matit, ku, siç shihet edhe në videon e dërguar, aksi është bërë pothuajse i pakalueshëm. Sipas denoncuesit, kjo rrugë është lënë në harres prej më shumë se një dekade, ndonse u ndërtua vetëm për t'u dëmtuar brenda një viti për shkak të cilësisë së dobët të punimeve. Ai thot se situata ka sjellë izolim total për mbi 15 fshatra, qindra banor dhe shumë biznese, të cilat janë detyruar të mbyllen ose janë larguar nga zona. Denoncimi plot i qytetarit: "Përshëndetje, kjo është rruga nacionale Burrel-Rëshen dhe këtu jemi në fshatin Zenish të Matit. Siç duket nga pamjet, është në gjendje katastrofike. Një rrugë e lënë në harres prej më shumë se një dekade, e cila u ndërtua dhe nga cilësia e dobët u prish brenda një viti. Kjo rrugë ka sjellë izolimin dhe vështirësinë e mbi 15 fshatrave e qindra banorëve, duke e bërë të pakalueshme, gjithashtu dhe mbylljen e shumë bizneseve dhe largimin e shumë banorëve. Ky është një rast urgjent që banorët e këtyre zonave e hasin çdo ditë. Faleminderit."